Shqiptari arratiset në mënyrë spektakolare nga burgu i Brindësit. Një 23 vjeçar shqiptar i arrestuar ka bërë arratisje spektakolare në orët e para të mëngjesit të djeshëm në burgun e Brindësit në Itali. Ai shpëtoi mbikëqyrjes së oficerëve gardian dhe ka përceu gardhin rrethues të institucionit duke humbur gjurmët përkohësisht pas disa orësh gjurmimi, ndjekje, kontrollesh dhe lokalizime u kap në rajonin e Latianos, aty ku jetonte para se të arrestohej për disa krime. Ky është edhe gabimi që e trahtoi, pasi policia në një nga vendet e para që kontrolloi ishte pikërisht zona dhe banesa ku jetonte. Lajmi i publikuar nga SAPE është konfirmuar nga forcat e rendit. Sipas sindikatës, kur u hapën korridorit, i burgosi arriti të hidhej mbi mur, të arrinte gardhin, të gjitej në murin rrethues pa mbikëqyrje dhe të arratisej. Kjo shpjegoi do të kishte qenë e mundur sepse oficerët në detyrë këtë mëngjes përveç mbikëqyrjes së korridorëve detyruar të menaxhonte edhe disa stacione karburanti.